Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju dhëmbin këmbë dhe i keni të fryra, kjo kur ju shpëton dhe nuk ka ngelur njëri pa e provuar. Fryrja e këmbëve është një fenomen mjaft i shpeshtë prej së cilës rrezikojnë pothuajse të gjitha grup moshat. Ato shkaktohen nga kushte të caktuara mjekësore dhe duhen trajtuar sa më shpejt për të marrë rezultatet më të mira. Cilat janë shkaktarët më të shpeshtë të fryrjes së këmbëve? Edema është një gjendje në të cilën trupi ruan shumë ujë. Kjo bën që pjesë të ndryshme të trupit, duke përfshirë këmbët, krahët, duart, fytyrën e të tjerë, të fryhen. Edema mundet të shkaktohet nga qëndrimi në këmbë për periudha të gjata kohore, nga udhëtimet e gjata me avion dhe gjithashtu edhe gjatë ditëve të menstruacioneve tek disa gra. Ndërkushtet themelore mjekësore që shkaktojnë edema mund të përmendim sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e veshkave, pamjaftueshmëria e punës së zemrës, trombozën e thellë të venave dhe nivelet e ulta të proteinave në gjak e të tjerë. Gjithashtu, një këmbë e fryrë mundet që të jetë një shenjë e një dëmtimi të këmbës, të kyçit të këmbës dhe gjithashtu e indeve përreth. Një ëndja ose thënë ndryshe, edema është një reakcion normal ndaj një lëndimi apo një infeksioni. Shumë gra përjetojnë fryrje të këmbëve gjatë një reaksioni ose edhe shtatzanisë. Mjaft të zakonshme janë gjithashtu edemat te pacientët të cilët vuajnë nga pamjaftueshmëria e punës së zemrës, e cila është një gjendje e rëndë shëndetësore gjatë së cilës zemra nuk e pompon gjakun në një mënyrë tepër efikase. Receta me mente. Në gjysmë litër ujë shtoni 2 lugë gjelle mente të tharë dhe vëreni të zjej për 20 minuta. Pastaj hiqeni nga zjarri, lëreni të ftohet dhe kullojeni. Në vazhdim ruajini lëngun e mbledhur për 1 javë në frigorifer. Aplikojeni në këmbë kur i keni të ënjtura dhe të lodhura. Receta me dafin. Merrni disa gjethe dafine dhe një enë me ujë. Mbushni një enë me ujë dhe hidhni në të gjethet e dafinës. Vendoseni në zjarr të vlojnë për 20 minuta. Më pas largoheni nga zjarri, lëreni të ftohet pak dhe zhysni këmbët në të. Mbajini për 20 minuta. Më pas vishni një palë çorape në mënyrë që të mbani të njëjtën temperaturë edhe për pak kohë. Bëni të njëjtën gjë çdo ditë dhe nuk do të ndjeni më probleme me këmbët tuaja. Mjekët rekomandojnë që ju ta ndiqni këtë procedurë të paktën për 1 javë çdo 6 muaj. Në rast se ju keni ëndje serioze të këmbëve, ju thjesht mundet që të përgatisni një dush me gjethe dafine në mëngjes dhe në mbrëmje për të hequr qafe djersitjen e këmbëve. Bëni një dush pare se të flini dhe hidhni 20 deri në 40 gjethe dafine. Receta popullore e cila shfryn ëndjen e këmbëve brenda pak minutave. Qëndrimi për një kohë të gjatë në këmbë shkakton ëndje të tyre dhe shumicën e rasteve ëndja është krejtësisht normale, por në fakt mundet që të jetë edhe shenjë e problemeve serioze në lidhje me shëndetin. Një sëmundje e tillë gjithashtu mundet që të quhet edema, e cila ndodh kryesisht për shkak të akumulimit të lëngjeve në indet dhjamore të nënlëkurës. Edema shkaktohet zakonisht nga shtatzania, plagosja dhe infeksionet në lëkurë, medikamente të ndryshme, por njëkohësisht edhe për hormonet dhe obezitetin, artritin, probleme me veshkat ose mëlçin. Ja çfarë duhet të bëni nëse ju janë ëndur këmbët. Vendosni këmbët në një enë me ujë të nxehtë. Pas 10 minutash vendoseni në një enë të mbushur me ujë të ftohtë për 30 sekonda. Përsëriteni këtë 3 deri në 4 herë duke përfunduar me ujë të nxehtë. Çaji i majdanozit është një produkt i mirë për ëndjen e këmbëve. Duhet të përdorni majdanoz të freskët bashkë me
farat dhe njëkohësisht me rrënjët. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se majdanozi është një diuretik i shkëlqyer që ndihmon veshkat dhe të largojë njëkohësisht lëngjet e tepërta nga trupi. Përgatitja: prisni mirë gjethet dhe rrënjët, vendoseni në një kullojës dhe këtë të fundit vendoseni në një enë me ujë të valuar dhe lëreni të zjejë për 7 deri në 10 minuta. Hiqeni më pas nga ena dhe shtoni pak mjaltë, limon ose xhenxhefil sipas dëshirës. Konsumojeni këtë përzierje çdo ditë, e cila do të japë rezultate të menjëhershme. Para se të kryeni këtë kura popullore, konsultoni një herë mirë me mjekun, pasi jo çdo kur vepron njësoj tek të gjithë njerëzit. Po ashtu, nga ana tjetër, duhet që të keni parasysh se fryrja e këmbëve shkaktohet edhe nga dhapa. Nëse ju ndjeni se ju fryen këmbët sapo afrohet stina e verës, atëherë nuk jeni të vetmit. Kjo është një simptom shumë e përhapur e cila ndodh kryesisht tek gratë dhe gjithashtu tek vajzat. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se ndjesia e gjymtyrëve të rënda, të cilat duken sikur do të marrin flag nga momenti në moment, nuk është as pak e pëlqyeshme. Kjo mundet që të kthehet në një bezdi dhe në një pengesë në përditshmërinë tuaj, duke ju bërë juve që të ndjeni të lodhur vazhdimisht, dhe ka disa arsye pse temperaturat ekstreme indikojnë kaq shumë këmbë dhe fryrjen pa pushim. Rritja e temperaturave dhe ardhja e stinës së verës gjithashtu do të thotë të kesh këpucë më të lehta me kyçe të zbuluara. Ndonse për shumë njerëz kjo periudhë është shumë e pëlqyeshme pikërisht për këtë fakt, ekspozimi ndaj nxehtësisë mundet që të jetë shkaku i rëndesës së trupit tuaj. Ky fenomen nuk është gjë tjetër veç se një reagim normal i trupit, përveç rasteve kur nuk vuani nga sëmundje të tjera. Kur trupi juaj ndjen shumë nxehtësi për periudha të gjata kohore, venat zgjerohen duke i lejuar lëngjet e tij të kalojnë në sasi të mëdha. Zgjerimi i këtyre venave vendosi një proces natyral ku organizmi kërkon të rregullojë temperaturën e brendshme të tij. Për shkak të gravitetit, gjaku që rrjedh shumë shpejt, gjithashtu shkon me shumicë në zonën e këmbëve, duke u kthyer në një problem për pjesët e tjera të trupit, ku përveç këmbëve të rënduara as zemra nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Pra, ky reagim për të vetë ftohur çon në fryrje dhe rëndesë të këmbëve për shkak të gjakut, e cila mblidhet në fund. Çfarë e përkeqëson fryrjen e këmbëve? Kyçet dhe këmbët e fryera mundet të shkaktohen ose të përkeqësohen nga një numër i madh arsyesh. Një ndër to është gjithashtu edhe kripa, e cila bën që të akumulohen më shumë lëngje dhe ujëra në trup. Qëndrimi për një kohë të gjatë ulur apo në këmbë gjithashtu do të mbledhë të gjitha lëngjet e trupit. Evitoni nxehtësinë dhe gjithmonë ngrini këmbët lart. Mos qëndroni në një vend në një kohë të gjatë pa lëvizur dhe gjithmonë hidratoni, sigurohuni që të pini sa më shumë ujë, sidomos gjatë muajve të nxehtë të verës, të cilët na presin në vijim. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Nëse gjendja juaj është kronike dhe zgjat në kohë, ju me patjetër duhet të shkoni tek mjeku për të marrë këshillat e duhura.